Të nderuar vëllezër dhe motra besimtare. Çdo ditë të jetës sonë përpiqemi të adhurojmë Allahun xhalleshanhu duke kryer adhurimet bazë të kësaj feje. Çdo ditë besimtarët përpiqen të jenë korrekt me adhurimet e tyre, me namazin e tyre, me agjërimin e tyre kur vjen muaji i begat i Ramazanit. Është detyrë çdo besimtari që ai të përpiqet të qëndrojë larg gjërave që Allahu xhalleshanhu ja ka ndaluar dhe të shkojë tek gjërat që Zoti i gjithësisë ja ka lejuar. Por padyshim që besimtari të ndjejë një lloj përmbushje shpirtërore, ta lidh më fort zemrën me Zotin e gjithësisë, ai duhet shtojë mbi këto adhurime bazë që bën në jetën e tij të përditshme. Që besimtari ta ndjejë më shumë ëmbëlsinë e imanit, të besimit, ai duhet të angazhohet edhe me punë, edhe me vepra të tjera. Duke nisur nga ajeti ku Allahu xhalleshanhu thot në Kur'an: "Kul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah." Thuaj, padyshim namazi im, kurbani im, jeta ime dhe vdekja ime, të gjitha këto janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve, i cili nuk ka ortak, i cili është i pashok. Nga ky ajet ne kuptojmë që besimtari nuk duhet mjaftohet thjesht me adhurimet e tij të përditshme, të cilat i ka obligative, por të gjitha ritualet, të gjitha adhurimet, e gjithë jeta e tij, çdo përpjekje në jetën e tij, edhe vdekja e tij, të gjitha këto janë vetëm për Allahun, Zotin e botëve. Që njeriu ta ndjejë ëmbëlsinë e besimit, ai duhet të angazhohet me punë dhe me vepra të cilat japin një kontribut në shoqëri dhe që e kënaqin Zotin e madhëruar. Allahu na fton në Kur'an ku thot: "In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum." Qofse ju e ndihmoni Allahun, e ndihmoni fenë e Allahut, Allahu do t'ju ndihmoj juve dhe do t'ju forcoj këmbët tuaja. Qofse ju e ndihmoni Allahun, e ndihmoni fenë e Zotit gjithësisë. Këtu do të thotë që njeriu çdo gjë ja përkushton, ja dedikon vetëm Allahut xhalleshanhu. Ai punon për Allahun, jeton për Allahun, e kërkon diturinë për Zotin e madhëruar, e kërkon pasurinë për Zotin e gjithësisë. Përpiqet të jetë sa më i mirë në profesionin e tij, në mënyrë që t'i shërbej kësaj feje, t'i shërbej kësaj kauze. Besimtari e ngre punën e tij, e ngre pasurinë e tij për një kauzë saktuar, që t'i shërbej kësaj feje, që jeta e tij, pasuria e tij, puna e tij, dituria e tij, çdo gjë që ai përpiqet të arrijë, të jetë vetëm për Allahun, Zotin e madhëruar. Ky është shembulli i pejgamberëve, të cilët ja përkushtuan jetën e tyre thirrjes në rrugën e Allahut, të cilët familjen e tyre, pasurinë e tyre, çdo gjë që kishin, e dhuruan në rrugt të Zotit të gjithësisë. E gjithë përpjekja ishte vetëm për t'i shërbyer kësaj kauze. E gjithë përpjekja ishte vetëm lartësimi i fjalës së Allahut. Të njëjtën rrugë ndoqën edhe sahabët, shokët e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, të cilët e kuptuan ajetin ku Allahu thot në surën Hujurat: "Innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulih, thumma lam yartabu." Besimtarët të vërtet janë ata të cilët i besuan Allahut, i besuan të dërguarit të tij, dhe më pas nuk u futën në asnjë lloj dyshimi. Wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Dhe ata u përpoqën me pasurinë e tyre, me vetët e tyre në rrugën e Allahut. Ulaika humus sadiqun. Pikërisht këta, thot Allahu, që përpiqen në rrugën time, që nuk mjaftohen thjesht me adhurimet bazike, që i kanë obligative. Këta që përpiqen në rrugën time, thot, me veten e tyre, me trupin e tyre, me zgjuarsinë, mençurinë dhe çdo lloj kapaciteti që i ka dhënë Zoti i gjithësisë, me jetën e tyre dhe me pasurinë e tyre, çdo gjë materiale që posedojnë,
e vendosin në shërbim të rrugës së Allahut. Pikërisht këta janë besimtarët sinqert. Këta janë të drejtë në fjalën që i kanë dhënë Zotit madhëruar. Inna Allaha ishtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna. Allahu ka bler nga besimtarët vetet e tyre dhe pasuritë e tyre dhe në këmbim të saj ka vendosur xhenetin. Xheneti është i shtrenjtë, si thot pejgamberi alayhis salatu wasalam në hadith. Xheneti ka vlerë të jashtëzakonshme, është i shtrenjtë. Prandaj Allahu ka bler dhe kërkon për nesh që ta japim në rrugën e tij, jetën tonë, pasurinë tonë, mundësitë tona, aftësitë tona, arritjet tona, çdo gjë që ne posedojmë, ta vendosim në shërbim të Allahut. Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam do të bënte hijretin, shpërnguljen nga Mekka në Medinë, shkoi tek miku i tij më i afërt, tek një shok i drejtë, tek një shok besnik, tek Ebu Bekri radiallahu anhu. Ebu Bekri me zor e priste këtë çast, këtë moment, edhe se do të ishte dita më e vështirë, më e rrezikshme në jetën e tij, mezi priste dhe qante nga gëzimi, kur mori vesh që do të ishte shoqëruesi i pejgamberit alayhis salam në udhëtimin e tij. Ebu Bekri në atë kohë nuk ishte qëndruar pa bërë gjë. Përkundrazi, kishte përgatitur kafshët e udhëtimit. Edhe pse profeti alayhis salatu wasalam nuk e pranoi këtë gjë, ai kishte bërë çdo lloj përgatitje për sa i përket kafshëve të udhëtimit. Kur u fut pejgamberi alayhis salam në shtëpinë e tij, në dhomën e tij, dhe aty pranë ishte familja, ishin fëmijët e tij, i tha që largoi, nxirri jashtë dhomës. Çfarë janë këtu, sepse do të kemi një bisedë të rëndësishme. I tha o i dërguar i Allahut, familja ime është edhe familja jote. Familja ime është në dispozicionin tënd. Familja ime është për të sakrifikuar në këtë rrugë, në rrugën e Zotit të gjithësisë. E vendosi familjen në shërbim të kauzës së Islamit. E vendosi vajzën e tij që të çonte ushqim teksa ishin strehuar në shpellën e theurit. E vendosi djalin e tij që me tufën e baktive të deleve të fshinte gjurmë, çdo gjë e vendosi në shërbim të rrugës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kjo ishte një sakrificë e jashtëzakonshme. Këto janë sakrificat të cilat i vlerëson historia, ata të cilët kërkojnë pak më shumë, ata të cilët nuk mjaftohen thjesht me ritualet e përditshme, duke menduar që kanë kryer detyrën ndaj Zotit të madhëruar, ata të cilët janë në gjendje të japin çdo gjë që posedojnë, çdo gjë që kanë për këtë kauzë, për kauzën e Islamit, për të lartësimin e fjalës së Allahut Zotit madhëruar. Suhejb ibn Sinan, Allahu qoftë i kënaqur me të, ishte duke u larguar dhe ai për në Medinë. Por ata që ishin të lidhur pas jetës së kësaj bote, më shumë se sa ta pengonin atë drejt hijretit, ishin të interesuar për pasurinë e tij. Ku e kishte fshehur pasurinë e tij? Kush do ta merrte pasurinë e tij? Prandaj ai si kusht që ata ta linin të qetë e të lirë që të emigronte drejt Medinës, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: me qofse doni pasurinë time, atëherë ju tregoj se ku e kam fshehur atë. Mund ta merrni, është e gjitha juaja. Vetëm më lini të bëj hijretin, vetëm më lini të shkoj në këtë rrugë të Allahut. Zoti i madhëruar e vlerësoi këtë vepër, sepse pasuria nuk ka vlerë në qofse ajo vendoset përballë kauzës së Allahut. Nuk shitet kauza e Zotit të gjithësisë për shkak të interesave personale, për shkak të interesave financiare, për shkak të arritjes së diçkaje në jetën e kësaj bote. Ai e tregoi që pasuria ishte në dorën e tij dhe nuk ishte në zemrën e tij, dhe Allahu shpalli: "Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah." Dhe ka për njerëzve të cilët e shesin veten e tyre, çdo gjë që kanë, për të fituar dhe për të arritur kënaqësinë e Allahut. Allahu po na tregon që u kënaq me veprën e këtij personi. Allahu e pranoi veprën e këtij njeriu, i cili sakrifikoi çdo gjë që kishte për të shkuar në rrugën e Zotit të madhëruar. Kjo fe nuk erdhi deri në ditët tona pa sakrificën e këtyre njerëzve të mëdhenj. Pa këta njerëz që e vuan, e vendosën veten e tyre, familjen e tyre, pasurinë e tyre, potencialin e tyre, prestigjin e tyre, çdo gjë që kishin, pa e vendosur ata aty përpara për kauzën e Allahut, në rrugën e Zotit të gjithësisë. Dhe ne si musliman, sot
do të jemi në gjendje që të lëmë një trashëgimi të mirë dhe gjumë të mira, qofse dhe ne jemi të gatshëm të japim nga ajo që na ka dhënë Zoti i madhëruar. Qofse dhe ne jemi të gatshëm të marrim përsipër këtë kaos të Islamit. Qofse ne jemi të gatshëm për të kujdesur për shtëpitë e Allahut, për të kontribuar për shtëpitë e Allahut. Qofse ne jemi gatshëm që të kujdesemi për jetimet, për njerëzit në nevojë, qofse ne jemi të gatshëm ta mësojmë Kur'anin dhe t'ia mësojmë atë njerëzve të tjerë. Qofse ne jemi të gatshëm të jemi pjesë e kauzave, problemeve dhe shqetësimeve që ka shoqëria në të cilën ne jetojmë. Umu Sulejm, Allahu qoftë i kënaqur me të, një nën madhështore, heroike, e fortë, me besim të lartë, ishte nga gratë e Medinës. Kur profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam shkoi në Medinë, ajo shkoi atje për të dhënë kontributin e saj, për të treguar se si do ta mbështeste këtë kaos të Allahut, se si do ta ndihmonte, do ta mbështeste të dërguarin e Allahut Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Jo domosdo duhet të jetë pasuria ajo që japim, jo domosdo duhet të jetë dija ajo që japim, jo domosdo duhet të jetë ajo gjë e parë që na vjen në mendje. Ka shumë gjëra që mund t'japësh në rrugën e Allahut. Ke shumë mundësi që t'ka dhënë Zoti i gjithësisë. Mjafton ta kesh të dëshirë e të zgjohesh në mëngjes me një plan të ri, me një projekt të ri, me një nismë të re, me dëshirën për të mbështetur çdo lloj kauze që është kauzë e Islamit. Umu Sulejm shkoi tek pejgamberi alayhis salam dhe kishte marrë me vete djalin e saj 10 vjeçar i quajtur Enes ibn Malik. Allahu qoftë i kënaqur me të dhe i tha: "O i dërguari i Allahut, këtë djalosh, të birin tim, dua ta vendos në shërbimin tënd, dispozicionin tënd, të shërbej ty, të ndihmoj ty, të jetë gjithmonë pranë teje. Pranoje këtë dhurat prej meje, pranoje këtë sakrificë prej meje dhe lutu për djalin tim." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e pranoi këtë dhurat, e pranoi këtë mbështetje. Pranohet ideja dhe mbështetja nga çdo kush i cili dëshiron që të bëjë dhe të japë diçka. U lut pejgamberi selam dhe tha: "Allahumma aksir malahu wa waladahu wa barik lahu fi." O Allah, shtoja pasurinë këtij personi, shtoja pasardhësit dhe jepi bereqet, jepi begati. Dhe kjo u vërtetua më vonë në jetën e Enes ibn Malik, i cili jetoi gjatë, i cili kishte shumë pasardhës, i cili kishte shumë bereqet në jetën e tij, për shkak të pranimit të kësaj duaje, të kësaj lutje që bëri i dërguari Allahut Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Njeriu sakrifikon veten e tij, pasurinë e tij, mundësitë e tij, diturinë e tij, çdo gjë që ka në rrugën e Allahut. Kjo shkon edhe më shumë se sa kaq. Ku Allahu na tregon në Kur'an sërish historinë e një gruaje, e një besimtare të mirë, të sinqertë, të devotshme. Idh qalet imra'atu Imran, kur gruaja bashortja e Imranit tha: "Rabbi inni nadhartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim." Sa o Zoti im, ta kam kushtuar ty foshtin që un kam në bark, që të jetë në shërbimin tënd. Teksa e kishte ende e vlatin në barkun e saj, bëri këtë thirrje, bëri këtë lutje, këtë kërkesë dhe tha: "Zoti im, foshtin që kam në bark, ta kam kushtuar ty, ta kam dedikuar ty, që të jetë në shërbimin tënd, në shërbim të rrugës tënde, fataqabbal minni, pranoje prej meje." Jo domosdo ajo që jep, ajo që bën, është e pranuar tek Allahu i madhëruar. Duhet të lutesh që Allahu ta pranojë, që të jesh i sinqert, që të jesh i pastër, që të jesh i vazhdueshëm në këtë rrugë, të jesh i vendosur. Innaka antas samiul alim, sepse ti je dëgjues i lutjeve dhe ti je i gjithditur për çdo gjë. Do të ketë padyshim prej nesh që sërish do të mendojnë që ndoshta nuk kanë shumë çka të ofrojnë në rrugën e Allahut. Nuk kanë shumë çfarë të japin për këtë kaos të Islamit. Por ne vetëm duke u bërë pjesë e kësaj kauze, vetëm duke ndjerë atë si gjën më të shtrenjtë dhe më të rëndësishme, atë do ta provojmë shihen që ka besimi, do ta provojmë afërsinë që ne kemi me Zotin e madhëruar. Kur ne t'i japim në këtë rrugë, kur ne sakrifikojmë gjumin tonë për këtë rrugë, sakrifikojmë familjen tonë për këtë rrugë, kur ne të mos bëhemi pengues
pengesë për këtë kaos, po të bëmi mbështetje e saj, ku ne jemi pjesë e nismave dhe projekteve të ndryshme islame, ku ne ta shohim këtë gjë si detyrë, mbi detyrat e tjera që na ka vendosur Allahu i madhëruar. Por njeriu edhe kur nuk ka mundësi, ka diçka që është shumë e fortë brenda tij, brenda zemrës së tij, që është pikërisht niyeti, qëllimi që besimtari i vendos vetes, sepse Allahu i di niyetet dhe qëllimet e gjithë secilit prej nesh. Dhe nëse ne kemi vendosur vetes si synim dhe si dëshirë që të bëhemi dikush për mirë, të mësojmë diçka, atëherë ndoshta Allahu do ta ketë pranuar këtë gjë prej nesh. Do ta shohim në ditën e gjykimit kur të vish shpërblimi i asaj vepre që ndoshta ne nuk e realizuam dot, por qëllimi ynë ishte shumë i fortë. Ne bëm çdo lloj përpjekje. Atë që donim të arrinim ishte e vështirë, por ne u përpoqëm me atë mundësi që na kishte dhënë Allah. Ne nuk lam mundësi pa përdorur vetëm që të arrinim qëllimin e veprës sonë. Njëra nga bashkëshortet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, teksa ai fliste për vlerat që kishte namazi në Mesjidul Aqsa, në Beitul Maqdis, në Palestinë, kur fliste pejgamberi alayhis salam se sa vlerë kishte namazi. Dhe njerëzit që e duan punën e mirë dhe shpërblimin, gjithmonë pyesin njerë, po prit, a ka mundësi unë ta bëj këtë gjë? A janë të arritshme këto gjëra? Dhe ajo pyeti, po nëse unë nuk kam mundësi të shkoj atje o i dërguari i Allahut. I tha të paktën të çosh vaj për llampat e Beitul Maqdis. Ti s'do kesh mundësi të shkosh vetë, po mund të shosh kontributin tënd, mund të shosh diçka nga pasuria jote, mund të japësh një kontribut për një shtëpi të Allahut, për një projekt që e shikon që është duke u zbatuar, për një thirrje që të bëhet për të dhënë, për të kontribuar, për të mbështetur në këtë rrugë, qoftë me pasurinë, qoftë me veten tënde. Profeti alayhi salatu wassalam bënte thirrje që besimtarët merrin pjesë në betejën e Tebukut. Ishin muslimanët në kushte të vështira, kishin nevojë për pasuri, kishin nevojë për mbështetje, kishin nevojë për mobilizim të ushtrisë, për njerëz që të kontribonin. Kush kishte mundësi nga sahabët dha kontributin e tij, kush më shumë e kush më pak. Kush kishte mundësi të vinte me kafshën e tij, mund të merrte pjesë në betejë. Dhe kishte për atyre që nuk kishin asgjë çfarë të jepnin. Nuk kishin as kafsh që të bëheshin pjesë e kësaj beteje së bashku me të dërguarin Allahu sallallahu alaihi wasallam. Wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i. Dhe sytë e tyre thotë lotonin, dilnin lotët nga sytë e tyre, en la yajidu ma yunfikun, sepse nuk kishin çfarë të jepnin. Nuk kishin çfarë të jepnin, nuk kishin çfarë të mbështesnin. Por njëri prej tyre i quajtur Ulba ibn Zaid, ku shkoi në shtëpinë e tij në mbrëmje, mori abdes, fali namaz dhe vendosi t'i lutej Allahut Zotit gjithësisë. Ai nuk kishte asgjë çfarë të jepte, nuk mund të bëhej pjesë e kësaj beteje. Një keqardhje e madhe në shpirtin e tij. Lotët që vërshonin nga sytë e tij, por ai nuk e humbi shpresën. Nuk e humbi shpresën që se s'kishte mundësi të bënte diçka për këtë kauz, për këtë thirrje që bënte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Prandaj tha, o Zoti i gjithësisë, unë dua t'jap sadakata, t'jap lëmosh për pasurinë time, për trupin tim dhe për nderin tim. Çdo musliman i cili më ka cënuar në pasurinë time, në trupin tim dhe në nderin tim, unë dua t'ja fal dhe këtë falje ta pranosh si sadaka prej meje, ta pranosh si lëmosh prej meje. Ju lutaj Zotit të madhëruar. Kur doli të nesërmen, profeti sallallahu alaihi wasallam që ende nuk ishte larguar, u çua para njerëzve dhe tha: "Menil mutasaddiq hadhihi al-layla?" Kush është ai që ka dhënë sadaka në natën e kaluar? Asnjëri nuk po çohej nga vendi. Ky sahabi ndoshta donte ta mbante të fshehtë veprën e tij. Ndoshta nuk e dinte vërtet quhej diçka e tillë si sadaka tek Zoti i madhëruar, sa i tha që çdo kush më ka cënuar pasurinë, nderin dhe veten time, ja kam falur dhe dua ta jap të sadaka për hir të Allahut. Tha, kush është ai që ka dhënë sadaka në natën e kaluar? Fel yekum, le të çohet. U çua personi Ulba ibn Zaid. Allahu qoftë i kënaqur me të. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ebshir, të përgëzoj ty, gëzohu dhe lumturohu. Fa walladhi nafsu Muhammedin bi yadi", sepse betohem në atë në dorën e të cilit është shpirti i Muhamedit. Se ky zakat thot: "Fa innaha qad kutibat
fi zakati al-mutaqabbala, sepse ky zakat, kjo sadaka që ti ke dhënë, është shkruar në mes të sadakave që Allahu Zoti i gjithësisë i ka bërë të pranuara. I ka pranuar Allahu xhalleshanu. Vëllezër dhe motra besimtare, le të bëjmë për atyre të cilët në ratë parë padyshim plotësojnë obligimet që kanë ndaj Allahu xhalleshanu. Falin namazin e tyre, 5 kohët e namazit, janë vazhdueshëm në namazin e tyre, përpiqen që namazin e tyre ta falin me xhamat. Na bëj Zoti i madhëruar për atyre që i plotësojnë detyrimet që kemi ndaj Allahut. Qëndrojmë larg atyre që Allahu na i ka bërë të ndaluara. Dhe jemi gjithmonë tek ato gjëra që Allahu na i ka bërë të lejuara për nesh. Por mos mjaftojmë vetëm me kaq. Të shohim çfarë mund të bëjmë, çfarë mund të japim, çfarë mund të kontribuojmë për këtë kaos të Islamit. Si mund të bëhemi mbështetës dhe jo pengues. Si mund të bëhemi për atyre që hapin dyrë dhe jo për atyre që mbyllin dyert. E lutim Zotin e gjithësisë që të na shpërblej për mjetet tona, për qëllimet tona, na i bëj ato të sinqerta, na bëj të vendosur që jemi për atyre që duam të mirën dhe duam ecurinë e të mirës dhe lartësimin e fjalës së Allahut. E lutim Zotin e gjithësisë që çdo punë, çdo vepër që bëjmë në këtë rrugë, qoftë ajo sa grimca, na e pranoj Zoti i gjithësisë. E lutim Allahun na bëj për atyre që asnjëherë nuk i nënvlerësojnë punët e mira, përpjekjet sado të vogla qofshin ato. E lutim Allahun na fal, na mëshiroj të gjithëve. E lutim Zotin e gjithësisë t'i fal të vdekujt në mesin e muslimanëve, t'i shërojë të sëmurët në mesin e tyre. T'ja lehtësoj Zoti i madhëruar atyre që janë në hallë, në borxhe, në siklete, në shqetësime të ndryshme. E lutim Allahun t'i ndihmoj, t'i mbështes vëllezërit e motrat tona në Palestinë, në Gaza. E lutim Allahun që sa më shpejt t'i largoj ato padrejtësi, t'a largoj ato luftë, t'a largoj ato gjenocid mbi ta. E lutim Zotin e gjithësisë që t'u jap atyre liri, t'u jap atyre siguri, që t'i pranoj si dëshmor të vdekur në mesin e tyre. E lutim Zotin që t'i ndihmoj muslimanët anë kënd botës në çdo cep saj. E lutim Allahun na fal, na mëshiroj gjithë. Amin. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.